Rozana dhe Gerta ndodhen në kuzhinë, të rrethuara nga banorë të tjerë që vështrojnë nga larg, duke nuhatur një debat të ashpër që po vjen. Rozana, me duart në bel dhe një shprehje sfiduese në fytyrë, i drejtohet Gertës me një ton të prerë. E di çfarë, Gerta? Ti je një lojtare e dobët. E gjithë shtëpia e di këtë. Nuk ke as guximin më të vogël të përballesh me mua. Nëse je kaq e fortë sa thua, pse nuk e nominoje veten tënde përballë meje? Apo e di shumë mirë që do të dilje menjëherë? Gerta, e cila deri në atë moment ka qëndruar e qetë duke dëgjuar, mbledh krahët dhe kthen kokën nga Rozana me një buzëqeshje ironike. Aha, kështu mendon ti, Rozana? Që unë jam e dobët? Të them diçka, nuk është puna të bësh shumë kot, por të dish kur dhe si të veprosh. Nuk kam nevojë të bëj qefin dhe të nominohem përballë teje vetëm sepse ti mendon se kështu dukem më e fortë. Rozana qesh me përbuzje dhe tund kokën. Jo, Gerta, nuk është punë zhurme. Është punë karakteri dhe guximi. Dhe ti ke treguar se të mungojnë të dyja. Ti fshihesh pas skemave dhe njerëzve të tjerë, por nuk ke forcën të dalësh vetë përballë. Dhe kjo më bën mua të kuptoj se ti je thjesht një lojtare e dështuar. Gerta, tashmë më e acaruar, përplas dorën mbi tavolinë dhe i përgjigjet me një ton më të lartë. Më dëgjo mirë, Rozana. Nuk kam frikë nga asnjë prej jush. Ti mund të mendosh ç'të duash, por unë nuk luaj sipas rregullave të tua. Nuk është strategjia ime të dalë në nominim vetëm sepse ti ke qejf të më shohësh jashtë. Unë do ta zgjedh vetë momentin kur do të luftoj dhe do ta bëj me zgjuarsi, jo me kokëfortësi si ti. Rozana, duke e parë se Gerta po i përgjigjet me të njëjtin ton, afrohet edhe më pranë dhe e shikon drejtë në sy. Pra, e pranon që po shmang përballjen me mua? E pranon që po luan të sigurtën sepse e di që do humbësh? Sepse, Gerta, kjo është ajo që po thua në fakt. Gerta që është hidhur dhe shtrëngon nofullat. Jo, Rozana, unë nuk po e shmang përballjen me ty, unë thjesht nuk do të bëj lojën tënde. Dhe nëse mendon se unë jam e dobët, prit edhe pak dhe do ta shohësh vetë se kush është lojtare e vërtet dhe kush është vetëm një zhurmë boshe. Banorët përreth ndjekin debatin me vëmendje, ndërsa tensioni mes tyre rritet edhe më shumë. Askush nuk di se si do të përfundoj kjo përballje, por një gjë është e sigurt, lufta mes Rozanës dhe Gertës sapo ka nisur.